Simboli i bukurisë shqiptare që vitet i ka thjesht numër. E gjeni dot për cilën aktore bëhet fjalë? E cilësuar si një nga aktoret më të bukura shqiptare dhe e pakurorzuar mis, Raimonda Bulku vazhdon të mbetet edhe sot, në moshën 63 vjeç, edhe gjyshe për herë të katërt simboli i bukurisë në vendin ton. Raimonda Bulku e nisi rrugën e artit kur ishte një nxënëse në vitin e tretë në gjimnaz, në vitin 1976. Ajo debutoi në filmin Dimri i fundit. Pas shkollës së mesme, ajo nisi punën si montazhiere në Kinostudion Shqipëriere e më pas filloi studimet në Institutin e Lartë të Arteve, ku diplomua në degën e dramës në vitin 1985. Menjëherë pas diplomimit, Raimonda Bulku emërua aktore në teatrin kombëtar, ku ka luajtur shumë role kryesore, por vlen të thuhet se famën ajo e mori përmes roleve në filma. Me mbi 20 role në filma dhe plot të tjerë në teatr, Raimonda Bulku është nderuar me disa çmime. Raimonda Bulku ndërkohë mbahet mend jo vetëm si aktore, por gjithashtu edhe si pjesë e politikës dhe lëvizje studentore të dhjetorit.